Jemi rikthyer dhe ju sapo ndoqët në fakt edhe kronikën të cilën e kishim realizuar në Tetov, ku u bë edhe hapja e festivalit të filmit TIFF Oda, ku hapja në fakt u bë me filmin Burri i shtëpis, ku protagoniste kryesore ishte aktoria jonë e dashur, Drita Kabakaraga, të cilën kam nderin dhe kënaqësinë që tani ta kem pikërisht në studio. Drita, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, faleminderit shumë. Mirë se erdhe, kënaqësi shumë të të kem. Lirisht mund të ulesh, të akomodohesh ashtu si për të qenë rahat. Ti jem në këtë studio të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Unë sot në fakt e kam ditën e parë për këtë sezon, kështu që jam shumë e lumtur që të kam ty, kam nderin dhe kënaqësinë të të kem pikërisht ty. Uroj shumë sukses, e ti ke treguar çka si tua dhe më herët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Drita, të flasim direkt njerë për festivalin e filmit, duke qenë se TIFF Oda hapja e TIFF Odës u bë pikërisht me filmin tënd. Më thuaj pak si e pritën tetovarët, le të themi, por publiku në Maqedoni në përgjithësi, si ishin komentet që i more mbrëm? Kënaqësi vërtet, edhe të falenderoj shumë që i bën shumë johën TIFF Odës. Është një festival ku vërtet mbledh filmat më të mirë, ku spektatorët kanë mundësi të shohin filmat rajonit, filma shqiptar, filma edhe të huaj. Festivali është shumë i rëndësishëm, përveç që bën dhe artistët bashkë, bën komunitetin artistik bashkë. Dhe është kënaqësi edhe munges kinemave në për qytetet tona, fatkeqësisht, po ka bërë një punë të mrekullueshme komplet stafi i TIFF Odës. Filmi u prit shumë mirë. Ka marrë komplimente që nuk përtej asaj që kam menduar. Është një emocion i veçantë, ne vërtet e hapëm filmin, domethënë u dha për herë të parë filmin në Sarajevo, që është një festival të jetë i rëndësishëm, si dhe Prifestin Prishtinë, por Tetova ka një emocion tjetër. Ne jemi student të parë të aktrimit të Universitetit Tetovës. Sjell nostalgji, me siguri. Përveç nostalgjisë, janë kolegë tanë më të ri. Profesorët që kanë dhe pritshmëri nga ne. Dhe ishte një emocion përveç familjarëve tanë të vërtet, që aty ishin motrat e mia, prindë Ademit, përveç familjes ngushtë dhe familjes artistike dhe publiku gjerë. Ishte një emocion tjetër të jeti veçantë. Sigurisht. Edhe vetë hapja e TIFF Odës, dhe më thënë nuk të ndodhë shpesh të kesh një rol kryesor. Edhe Ka qenë shumë e bukur, unë të përgëzoj për filmin, për rolin tënd, domethënë e kam shijuar, isha edhe vetë mbrëm e pash filmin, e kam shijuar shumë, të përgëzoj shumë edhe për rolin, por edhe në fakt ju përgëzoj krejt si ekip, sepse ka qenë një film mjaft i mirë, besoj që edhe ato që s'kanë qenë mbrëm prezent në TIFF Oda, do të kenë mundësinë më vonë që ta ndjekin, mbase do të ketë edhe premierat të tjera. E përmendet që sigurisht premiera kryesore ka qenë në Sarajevo. Si u prit edhe atje, sepse tematika domethënë e filmit është ku flitet për burneshat, diçka që është në traditën tonë, është diçka e jona, e shqiptarëve. Po si u prit për publikun e gjerë, për publikun ndërkombëtar, le të themi? Publiku atje vlerësoi shumë, edhe kritika shkruajti, domethënë kishte kritika të mrekullueshme për filmin, edhe për rolin e Franit. Po. Edhe diçka më habiti, secili prej publiku dilshin nga salla dhe më thonin falemderit. Dhe unë për herë pare shikja filmin. Edhe për mua në Sarajevo ishte era e parë premierë. Pra ti se kishe parë më herët, atje ishte edhe për ty mbase një surprizë ka qenë, apo? Po. Dhe ishin, do më thënë, në çdo festival janë emocionet veçanta, edhe pse filmi është, po ai është i njëjti. Po. Nuk është si një shfaqje teatri që është ndryshe gjithmonë. Por emocionet janë
të veçanta. A janë emocionet në çdo premierë që bëni? Sigurisht premiera e parë në Sarajevo, më pas kishte premierë në Prishtinë, edhe ajo në Tetov, besoj që emocionet janë të njëjtat kudo që shkon, edhe pse e sheh disa herë për të disatën herë. Janë të ndryshme. Unë në Sarajevo po përpiqesha vazhdimisht para shfaqjeve teatrit. Mbledhim gjitha forcat. Është premiera dhe e kapa vetën që po bëja njëjtë për një moment thash vetes, film është ky, nuk je. Është kry puna e Franit, edhe gjithë shfaqës, dhe më thënë, ajo që me gjitha të janë emocione ndryshme janë. Sigurisht. është bukur gjithmonë marrësh emocione. Po, pse jo. Si erdhi deri tek roli yt? Si arriti le temi Andamjoni që të marrë pikërisht ty për këtë rol, për shtatja e rolit, sepse do flasim pak edhe për atë se si e përshtatet ti rolin, sepse është një rol që nuk është i zakonshëm. Ti duhej që ta luash rolin e një burrneshe, të marrish ato tiparet e një burri, të ecurën, e gjitha këto. Po më thua një herë si arrite në kontakt, le temi në kontakt, dje që kontaktet i keni pas, por që ti u përzgjodhe pikërisht të jesh roli kryesor i këtij filmi. Unë të them drejtën, Andamjoni më kishte parë te filmi Kushtrim Bekteshit, pranverë e paruar në fshatin Harruar, aty kam një grua të përvuajtur, e cila është e dhunuar nga i shoqi. Edhe nuk është se është një rol që bie shumë sy. Megjithatë pa fare në sy. Andamjoni ka, do të thënë më vonë e ka marrë vesh, pastaj nuk e di sinqerisht, po gjithmonë jam mirënjohës Andamjoni që ma besoj një rol aq të madh. Sigurisht. Interesantja është në fakt që edhe si familje, përveç familjes artistike që ti e përmende sigurisht, edhe familja jote në fakt janë pjesëmarrës të filmit, janë në fakt aktor të filmit, është edhe aktori i njohur Adem Karaga, por gjithashtu edhe vajza jote Klea dhe Orgesi, djali yt. Si të bëri të ndjesh të keni një film ku jeni të gjithë së bashku si familja? Është ndjenjë e bukur, është ndjenjë e bukur. Unë Ademin kemi qenë edhe në shkollë bashkë, edhe jemi mësuar të jemi partner në skenë. Ademi në rolin e Priftit. Po. Edhe me gjithë Orgesi ishte një rol epizodik, po përsëri kishim skena. Pastaj Klea në rolin e Tinës, vajzës që shet në treg. Po. Dhe, po sinqerisht mendon në atë periudhë, mbase isha shkyqur nga drita. Mendoja si Frani, veproja ecja si Frani. Edhe ndonjërat shumë kishte marrë malli për fëmijët, se xhirimet zgjatën disa ditë. Unë nuk është se jam shkputur ndonjërat zgjatë. Po. Edhe nuk desha të mendoj për dritën, për fëmijët. Po vetëm Frani, ai momenti në film. Ishte Frani, ishte me sillesha si Fran, mendoja si Fran. Sa që Astriti vllau në film. Po. Astrit Ali Ajdaraj, aktori, që është në Austri. Në rolin Adrianit, apo? Në Adrianit. Më thot, unë nuk të njofë ty si drita, i më kishte njofë vetëm gjatë gjirimeve, që ishim motër e vlla. Po. I vinte interesant që mi janë rritur flokët që se filmi është bërë para 2 vitesh. Po. Edhe, mendoja si Frani, ecja, ka pa një moment me Valinën, që është momenti, më duke që e dhatë në insert, gjatë kohës kur ne pim cigare, si dikur kur kemi qenë treja. Edhe në film e pash që unë aty kam kapur cigaren si babi im, këtu në dërmjet gishtave. Më thënë, pas ke marrë edhe nga jeta personale diçka, po nga ajo që e ke përshtatur edhe rolin. Te ne regjistrohet gjithçka edhe e reflektojmë edhe në mënyrë të pavetëdijshme bëjmë gjëra. Shumë e vërtetë. Edhe kështu, po më thonë të Gjemi mbrëm që si mundeshe, sillesh si burr. Si e bëre, pikërisht. Edhe mendoj që mbase njeriu urdhëron trurin, apo nuk e di. Megjithatë, çdo rol ka specifikat e veta,
Por roli i Franit është pak më... Diçka është më ndryshe. Në fakt, ti ke shkurtuar edhe flokët. Aty ke pas flokët të shkurtra për t'ju përshtatur sigurisht edhe rolit. E ecura pas të atë që e përmendëm, dhe më thëmë, pirja e duhanit, e ecura është krejt së burë. Sa e vështirë ka qënë që se the, fillovat mendoj si Frani, po sa e vështirë ka qënë edhe në fillim që pikërisht të futesh në këtë rol, sepse nuk është e lehtë sigurisht si një grua që ta luash rolin e një burri, le të themi burrnesh, por që faktikisht burr në fakt ishte roli ato tiparet e një burri. E para, problem ishte përgjetur një furgon aq të vjetër. Pikërisht edhe për furgonin. Që duheshte të mësoj të jap. Kështu që me vllaun në Velesht, në Strukër, nuk ishte furgon aq vjetër. S'kam mbetur më. As ata që shesin hekura. I kishin më 3 furgonët. Gjetëm një furgon, fillimisht me vllaun kam ushtruar. Edhe pastaj ja mora dorën, mendoj që gjatë xhirimeve kishte vështirësi. Kishte vështirësi sa dhe tekniku që duheshte të jetë ndihmën për të më dhënë ndihmë mua si rol, a i kishte vështirësi, unë ja pa ta mësu, a i nuk lëviste, nuk thente furgoni, por nuk i dhe gaz. Ishte komplet mekanik. Ka pas edhe vështirësi reale. Por që tashme e ke mësuar, tashme nuk e ke problem nëse të japin do një furgon që ta qosh, se ke më problem të jesh. Është momenti kur kërkoj të blej një furgon 3 që shkoj autobusi madhë. E kam vozitur atë në për Tiranë, se aty është pak një sekuencë në film. Kam vozitur në për Tiranë, në për Shi. Në duke është që aeroplan për vozis. Po, dhe më thonë, e ka edhe këtë pjesën interesante, sigurisht. Po, edhe a i sigurisht furgoni që desha të blej, ishte i ri, vozite i lehtë, vështirësit pata kur u ktheva të vetura ime, mu duk që është minimizuar. Edhe... E ke problem pasat të vozisish veturën, duke qënë se mësojsh me furgonin. Sigurisht i ka këto vështirësit e veta dhe thash edhe më heret, ka qënë një rol që është da shumë sigurisht edhe për të përshtatur, por besoj që ka pas edhe shumë emocione brenda këtij rolit, sepse flitet për një vajzë që rrethanat e kanë quar që të bëhet të marrë rolin e burrneshës, të bëhet gjithë punët që i bën një burr në shtëpi, është detyruar në një farë mënyre dhe sigurisht duke e marrë parasysh që në mentalitetin tonë më herët, mbase edhe tash ndoshta ka ashtu rrethana në disa vende, megjithatë më herët shumë vajza janë përballur me këto. Cilat ishin ato emocionet më të shumta që ke përjetuar edhe në aspektin asaj që ne na prek kjo traditë, kjo gjë që ndodhi me Franin, le të themi. Po, gjithmonë një femër e ka më lehtë kur sillet si mashkull. Po. Edhe domethënë Frani për të mbijetuar edhe për ti ku një marteset pa dëshirushme, se do duhet të martoj me të fortin e... Vetëm në mosh 13 vjeçare, po? Në një mosh shumë të re, po kokëforcia e saj, vendos që do vishet si mashkull dhe do jetoj si mashkull. Pastaj fati e sjell që ndron jetë nuse e vllaut dhe kjo kujdeset për mbesën, kujdeset për babajnë mosh. Pastaj diku në fund, do me thënë duke mos qenë nën, nuk ditë sillet si një nën. Po, si një femër. Edhe mendon që sa më jashtë për tjetë, do jetë më efektive. Pastaj sheh që ashpërsia e Franit e qonë në lëndim, vajza gati duke ja ndaluar lojën, ajo përsëri del lunë. Lëndimi asaj... Ti bëj ato gjëra që ajo dëshiron. Po. E kthem Franin në identitet. Ndërkohë që sheh rrezikun real për vajzën. Triumfojnë ndjenjat e gruas. Del amësia, del... Shumë e vërtet. Domethënë, është te Frani në tek forca e mashkullit që i shërben si mbrojtje, forca e burrit, por që triumfojnë ndjenjat e gruas.
Shumë e vërtet, në fund prap dalin ato ndjenjat e gruas. Të rikthehemi pas, të dalim pak nga filmi, por do ta lidhim edhe me këtë pjesën, duke qenë se titulli është Burri i shtëpisë, bëhet fjalë për një burrnesh, nuk është ajo, sepse unë kur e pash Burri i shtëpisë, sigurisht e mendova një grua që i bën të gjitha punët edhe merret, se faktikisht këtë në fakt edhe desha të pyes, a është një grua, edhe ajo që e mban rolin e një gruas burri i shtëpisë, sepse ti je vetë nën, je vetë aktore dhe me siguri që është shumë e vështirë të jesh edhe nën edhe në profesionin tënd, në duke qenë se edhe baballarët e kanë rolin e tyre, por nëna është ajo që e mban edhe shtëpinë e mban bashkë, por edhe në ndërkohë edhe punën, si ti që... Sigurisht, si gjitha gratë është, për gratë gjithmonë është më e vështirë, se kanë më shumë obligime rreth shtëpisë. Po ka qenë akoma më vështirë për ato gratë që kanë patur burrat në gurbet. Edhe ato janë shndruar në farë mënyre burrnesha. Është dashur të edukojnë fëmijët, të menaxhojnë me shtëpinë, gjitha punët e shtëpisë edhe gjitha të hollat që si i mirnin edhe të rinë larg burrit e si ka ndodhur sidomos këtu te ne në Maqedoni, se tani më ka ndruar edhe ka ndryshuar kohët me gjitha të gjinë tani shkojnë bashkë me familje, fatkeqësisht. Po edhe atëherë ajo jetë ka qenë shumë e vështirë për ato gra që janë detyruar të jenë njëkohësisht edhe nën edhe babë për fëmijët, edhe pavarësisht se burrat i kanë pasur një jetë. Edhe ato kanë rolin e sigurisht rolin e burrneshave. Shumë gra që mbajnë barrën e shtëpisë. Po qoftë burri, qoftë gruaja, është vështirë vetë ti je shtrau i shtëpisë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ti e përmend edhe pak më herët atë lidhjen mbase që e ke edhe me fëmijët, ka qenë mbase hera parë që mund të jesh aq larg ndoshta edhe prej fëmijëve. Më thuaj pak si shohin rolet e tua, të kritikojnë, sigurisht ato janë krenar me ty, por ato japin kritika edhe për rolet që ke gjatë, jo vetëm në këtë film, por gjatë gjithë karrierës tënde. Lidhja me fëmijët, le të themi. Lidhshmërinë me fëmijët e kam si çdo nën me fëmijët. Megjithatë unë i kam patur afër gjithmonë, i kam patur në përprova, edhe din më japin vrejtje dhe unë i ndigjoj. Realisht prej fëmijëve të mi. Edhe ato janë artistë vetë, kështu që... Kam mësuar shumë, ata e thonë ato që e ndjej, nuk... Dhe më thënë, po, e qoftë, jo vetëm të fëmijëve dhe të kolegëve, dhe vrejtjet gjithmonë të rrisin. Kur merë vrejtje, kritika, gjithmonë rritesh, përpiqesh, përmisohesh. Sidomos në teatr, se në film është e pamundur. Ndoshta filmin ardhshëm. Shumë e vërtet në fakt, kritikat sigurisht që të ndihmojnë edhe për të rritur dhe për t'i përmirësuar mbase ato që ti nuk i sheh, por dikush tjetër i sheh. Drita, do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe më pas do të rikthehemi për të vazhduar bisedën. Deshim të themi se sa shumë të duam. Një modele për të gjithë në të gjithë botën. Shpresoj ta dish se sa herë të themi të dua, e kemi me gjithë shpirt. Jemi shumë krenar për ty dhe jemi shumë falënderues për gjithçka që ke bërë për na. E dim se të kemi gjithmonë afër, nga fakti se me sa vështirësi po e bëjmë këtë video. Të duam fort. Drita, kjo ishte surpriza, desha të ta bëjmë, unë kër e përmenda pak më herët që janë krenar, unë e dija, sepse në fakt edhe ma kishin thënë, unë ju a kërkova dhe me shumë kënaqësi në fakt ma dërguan këtë video. Më thuaj pak, çfarë mendon për këtë video, si e pe? U befasova, vjen fëmijët vërtet ma thonë shpesh. Po kjo ishte një surprizë shumë e këndshme. Ti shoh që Ti falenderit. Po shprehem publikisht, apo unë në fakt sa i kontaktova, thash do i bëj një surprizë Dritës, kështu që i kontaktova që të më bëjnë një video mesazh dhe me shumë kënaqësi. Po që mbajnë sekrete prej meje, kjo është. Në fakt thanë që e kemi shumë të vështirë edhe këtë videon që jemi tu e bë tash sepse jemi non-stop bashkë, kështu që e kishin shumë të vështirë. Unë regjist do t'i kërkoj edhe disa fotografi, duke qenë se afrohemi nga fundi, do t'i dërgoj edhe disa fotografi sepse përveç videos ju kam kërkuar edhe disa fotografi. Nëse ka mundësi t'i shfaqim, shkurt vetëm
t'i komentojmë edhe fotografitë të cilat na kanë dërguar fëmijët e dritës, nëse mund të na ndihmojë regjia. Për t'i shfaqur, po. Këto janë disa fotografi të vjetra, sepse duke që Klea edhe Orgesi janë shumë të vegjël. Po, për një... Nuk e di fix cili vit i ri, ka që. Po. Edhe këtu kemi disa fotografi të tjera, Klea shumë e vogël, po rritet shpejt, cilat janë emocionet që të përqojnë, pase deshim që të dërgojmë pak në kohë, të të kthejmë pak në kohë, sigurisht mund të ketë kohë që nuk i ke parë ndoshta këto fotografi. Kjo është Buli, kjo është vajza që më ka bë vjera, është e imja dhe ajo. Aha. është motra e vogël Ademi, që unë në ndjej si vajzën ti më të madhe. Po, sa mirë. Prandaj kur ju kërkova sigurisht fotografi, edhe ato mi dërguam pikërisht fotografit ku jeni të gjithë si familje. Si i komenton shumë shkurt këto fotografi, besoj që të emocionojnë sigurisht. Më emocionojnë kjo, për shembull është në Zvicër, kemi qenë një kisha vjerrit i kam patur në gurbet. Tani fatmirësisht janë kthyer, kanë dalë në pension dhe janë këtu. Pra i kemi fotografit kur keni qënë bashkë, duket kjo tregon që në fakt keni një lidhshmëri shumë të mirë me fëmijët. Drita, për në fund, çfarë të presim prej teje tjetër? Sigurisht do ta shijosh një këtë sukses të madh të filmit, por çfarë të presim edhe gjëra të tjera? Faleminderit, po unë mendoj që puna ime është në teatrin shqiptar. Aty të kemi gjithmonë. Mirë, po jemi duke punu me Kushtrim Bekteshin, aktualisht një serial. Po. Trollanët. Po, sigurisht një serial që të cilin Kushtrimi e bën skenarin dhe regjin. Ajo është një profesionist, perfekcionist. Ja zakonshëm, e vërtet. Edhe kënaqësi shumë, më thënë jemi në periudhën që të xhirojmë, pastaj do dalin serit me siguri. Kjo është aktualisht këtë punë po e bëj. Sigurisht ne presim që ta shohim edhe këtë serial që do të vi me regjin nga Kushtrimi dhe shpresojmë që edhe Kushtrimin ta kemi për të na treguar më shumë detaje edhe për këtë serial. Unë të uroj shumë suksese, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma, që pikërisht me ty ishte shumë derdhë dhe kënaqësi që ta hap këtë sezon të ri pikërisht me ty. Faleminderit shumë. Jam shumë e lumtur. Sukses edhe ty, mbarësi gjithëve, sukses të shikues dhe gjithë mirat. Shumë faleminderit.